për afruar figurës së tij që do të mund të propozohej dhe që të ishte i pëlqyeshëm edhe nga partitë opozitare? Unë po e përmend përcaktimin ton, ajo është diçka që ka kalu dhe po e përmend se si ka rrjedhë dhe gjithë situata dhe veprimet që kemi ndërmarrë. Sepse vim pastaj tek pika ku lëvizja vetëvendosje detyrohet të vjen në kundërshtim me fjalët e saj kur thotë se nuk do të kemi kandidat partijak dhe vjen në një pikë ku propozon dy kandidat të cilët janë të dytë partijak, Konjufsa dhe Kolçaku. Po, do të vijë deri edhe te ajo, se ajo ka qenë në natën e fundit, në momentin e fundit para fillimit të seancës, kur ne kemi propozuar personin e dytë më të votuar, zotrin Konjufsa. Dhe kemi pritur nga partit tjera deri në momentet e fundit, me që nuk ka ndalë me kandidat, atëherë kemi vendosur dhe kundër kandidatën zonjën Mullhaxha Kolçaku. Po, para kësaj, veprimi i dytë, të cilin e kemi ndërmarrë, ka qenë edhe propozimi i zotrit Andin Ukshin Hoti, të cilin me njëherë e kanë refuzuar dhe s'kanë lejuar diskutime të mëtejshme. Pastaj, neve ju kemi ofru, si grup parlamentar, i kemi ofru në shkrimet tona për zonjën Osmani. Përsëri kemi pas refuzim. Një grup parlamentar me 66 deputet... Në shkrimet po, për votat jo? Partia Demokratike është deklaruar që nuk ka vot për zonjën Osmani, po ashtu në LDK. Po me gjithatë, ka pasur deklarata pikërisht nga Mimoza Kusari Lila, e cila ka thënë se madje as nga vetë grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, nuk kanë qenë të gjithë për Vjosa Osmanin. Unë mendoj që në krahasim me Lëvizjen Vetëvendosje, që ka qenë ndoshta një numër shumë i vogël, kemi pas edhe ka LDK-ja persona të cilët ndoshta nuk do të ishin unik në përkrahjen e saj. Mendimi më është ashtu edhe pse nëse me PDK-n ka qenë më e lehtë pra tek çështja e numrave, sepse s'po them që ka qenë më e lehtë ndoshta të mirëshit vesh, megjithatë duke qenë se kanë deputet më shumë, ka qenë më e lehtë që të siguroheshin më shumë numra, pse nuk u bën një ofertë aq gjeneroze për LDK-n ashtu siç u bë për në fakt për PDK-n ashtu siç u bë për LDK-n, sepse ministrit, pozita e zëvendës kryeministrit, çështja e kryeparlamentarit, ministria e punëve të jashtme që konsiderohet njëra nga më të rëndësishmet, ju dha LDK-s mirë, po nuk u trajtua njëjtë PDK-ja. Po, ndoshta kemi edhe ditët në vije, nuk kam informata sa do të ketë takime, po të gjitha ashtu siç kanë qenë transparente diskutimet, pas çdo takimi që lideri ynë politik, zotri Kurti ka pasur me liderët e partive tjera, kemi pas prononcime për media dhe mendoj se gjithçka do të jetë publike. Thua se gjatë këtyre 5 ditëve do të ketë takime të tjera mes partive? Sepse opozitarët e kanë konsideruar të mbyllur këtë çështje, përderisa shkohet në takim, po themi me kushtet e njëjta, pra ofrohen pozitat e njëjta dhe nuk u ofrohet pozita e presidentit dhe nuk diskutohet për presidentin, sepse fundja kjo është çështja. Me njëherë pas ofertës të cilën ja bëm LDK-s, që të marrin zëvendës kryeministër, një grup parlamentarëve me vetëm 13% dhe 15 deputet i ofrua posti i zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri. Mendoj edhe konsideroj, mendoj që ndoani mendimin e njëjtë edhe ju me mua që ishte një ofertë mjaft gjeneroze, mirë po pas atij takimi vendosën që të mos takohen më. Mendoni se ka qenë gabimi LDK-s që nuk e ka pranuar një ofertë gjeneroze, siç e quani ju? Mendoj që është dashur të vinë deri te zgjidhja, të gjitha partitë bashkë. Kur po i përmendi ofertat, po i përmendi edhe këtë. Përveç pozitës së zëvendës kryeministrit dhe 4 ministrive, të cilën e kanë refuzuar, përsëri kryeministri ju ka ofruar edhe postin e kryeparlamentarit.